Sot kemi vendosur të vizitojmë Europe House në Shkup për shumë arsye, por përkushtimi kryesor është që Europe House ka sjellë një model inovativ në Maqedoninë e Veriut me një qëllim të qartë, të zhvillojë mendimin qytetar dhe ndjenjen e përgjegjësisë tek të rinjët. Electionville, një koncept edukativ që zhvendos demokracinë nga tekstet mësimore në përvojën jetësore. Electionville i jep mundësinë nxënësve të shkollave të mesme që të jetojnë një ditë si vendimarrës. Ata luajnë role institucionale, marrin vendime, përballen me probleme dhe kërkojnë zgjidhje dhe mësojnë se demokracia nuk është thjesht votim, por proces, komunikim dhe bashkëpunim. Për t'u informuar rreth të gjitha informacioneve se si kanë filluar, si po rezulton ky projekt, në bisedë bashkë me ne kemi përgjegjësin e mediave dhe asistenten e rrjeteve në Europe House, zotri Valon Salihu. Electionville është një board game e cila luhet në përmasa pak më të mëdha në hapësirat e Europe House-it. Për momentin jemi duke luajtur në disa qytete, në gjitha qytetet faktikisht ku ekziston Europe House, me 16 më saktësisht do e kemi në Europe House në Tetov. Loja si lojë është një simulim improvizim i asaj që ndodh në përditshmëri në veçeverisjen lokale. Do të thotë çka ndodh më saktësisht. Në për qytetet ku luajmë, neve improvizojmë komunën. Kemi disa shablonet të cilat përfaqësojnë sektoret e çdo komune, edhe varësisht prej komunës i japim peshës e rëndësi njërit sektor. Ka komuna ku më me rëndësi e kanë mjedisin jetësor, ka komuna ku e kanë më rëndësi pastërtin, disa komuna kanë turizmin e kështu me radhë. Dhe më saktësisht çka bëjmë me nxënësit e shkollave të mesme, u mësojmë procesin e funksionimit nëpërmjet lojës, u mësojmë procesin e funksionimit të një komune. Si më saktësisht, shfaqen problematika të ndryshme të cilat i kemi të parashikuara, edhe ish të rinjt i ballafaqojmë me problematika të ndryshme. Secili grup i përbërë nga 3 ose 4 nxënës, ka buxhet të posaçëm, edhe varësisht nga buxheti i tyre alokohen buxhetet për të zgjedhur ndonjë problem ose nëse ka ndonjë iniciativë në atë qytet e kështu me radhë, edhe në bazë të bashkëpunimit, strategjisë të cilin e bën secili grup, në fund zgjedhet një fitues. Ai i cili ka bërë strategjitë më të mirë, ka ndarë buxhetin ashtu si duhet, ka bërë kompromise me grupet e tjera e kështu me radhë, edhe gjithë ideja e Electionville është të rinjve të mësojmë këtë një procedurë se si funksionon roli leadershipit. Roli leadershipit, çfarë shkatësi të duhem për të menaxhuar ose për të bërë një komunë të funksionojë ashtu si duhet, edhe është interesant se gjitha këto aktivitete pi bëjmë duke marrë parasysh se këtë vit kemi edhe zgjedhje lokale dhe ndoshta ndonjëkush prej këtyre të rive në të ardhmen do të zhvillojnë ndonjë interes më të tepërt për të marrë të menaxhuar ndonjë komune. Na tregoni pak më shumë se si lindi ideja që të vjen ky projekt në vendin tonë. Ka qenë të themi prezant në vende rajonale apo në Europë, apo është pikërisht në Maqedoni për herë të parë? Loja si lojë është zhvilluar prej shtetit suedez. Do të thotë loja në vendin tonë vjen nëpërmjet ambasadës së Suedisë. Në bashkëpunim me ambasadën e Suedisë jemi duke i bërë këto aktivitete. Luhet në disa vende. Neve kemi pasur disa aktivitete edhe para kësaj, gjithashtu me nxënës, edhe është pëlqyer shumë nga të rinjt. Edhe si e tillë vendosëm që ta rishfaqim prapë. Ideja do të thotë është e tillë, ka ardhur nga ambasada e Suedisë dhe kemi bashkëpunim të mirë me gjitha ambasadat, sidomos me ato që janë ambasadat të vendeve të cilat janë anëtare të Unionit Evropian. Disa nga seritë aktiviteteve që i bëjmë janë në moto, në hashtagin Team Europe, edhe në bazë të atij bashkëpunimit që kemi me ambasadat, zakonisht zhvillojmë aktivitete të ndryshme. Njëra nga ato është Electionville, po të e pas parasysh se kemi nevojë të edukojmë të paktën të rinjt në aspekt çka prezanton Unioni Evropian. Ne organizojmë evente të ndryshme. Për momentin e kemi aktive dhe aktivitete në lidhje me
30 vjetorin e njërës nga zgjerimet më të mëdha të Unionit Evropian, shtetet të cilat u bën anëtare para 30 vjetëve, organizojmë debate nëpër Europe Houses me të rinj duke u prezentuar shtetet anëtare, duke u prezentuar të rinjve benefitet që i kanë pasur shtetet e tyre pas anëtarësimit në Unionin Evropian, përparësitë, mundësitë për shkollim e kështu me radhë. Kur jemi tek Electionville, është përzgjedhja e shkollave të mesme. Në fakt, grupmusha caktohet të themi nga viti i parë deri në vitin e 4. Më tregoni si është bërë përzgjedhja e shkollave të mesme dhe sa shkolla marrin pjesë momentalisht në këtë lojë? Neve kemi bashkëpunim me gjitha shkollat e mesme. Nuk e dini se dini, po motoja e Europe House është vendi i gjeneratës së re, the place of the new generation. Gjithçka që bëjmë në bashkëpunim me të rinjtë, bëjmë për të rinjtë e kështu me radhë, mirë po jo vetëm me shkollat e mesme, duke filluar prej moshave më të vogla deri në studentë kështu me radhë. Dje kishim një aktivitet me nxënës të shkollave fillore, më saktësisht nga 7 deri më 9 vjet, e kemi book clubin, ku të rinjtë vinë, edukohen, lexojnë libra, e zhvillojnë mendimin tyre kritik nga moshat më të vogla. E kështu me radhë, kështu që bashkëpunim kemi jo vetëm me shkollat e mesme, por edhe me universitetet edhe me shkollat fillore e kështu me radhë. Për momentin, bashkëpunimet ndodhin në suazat të karakterit lokal, secili Europe House bashkëpunon nëse kontakton me shkollat e mesme. Tani detajet nuk i di për çdo qytet, mirë po ajo që e di është se zakonisht në gjitha eventet që i bëjmë kontaktohen të gjitha shkollat e mesme. Neve kemi aktivitete edhe jashtë qyteteve ku kemi Europe House. Para vitin e kaluar, nëse nuk gaboj, organizoshim këshille të rinjve, ku debatonin për problemet e secilit qytet dhe pastaj së bashku me përfaqësues të ndonjë ambasade u prezentoshim të gjitha kërkesat, problemet e kështu me radhë, të cilat i kemi debatuar me të rinj kryetarëve të komunave. Kështu që ideja ishte që të dëgjohet zëri i trive dhe të përcjellet. Kështu që bashkëpunim kemi shumë bashkëpunime, vjet me fakultetin Shën Kirilli dhe Metodi organizuam edhe ditën e Evropës, Europe Day, ku organizuam në platon e vetë fakultetit, universitetit, së bashku me studentët, organizuam një koncert i cili parashikonte evaluimin e muzikës, kulturës, bendet të reja, këndonin këngë të vjetra. Ideja ishte që të bashkojmë me një vend të kaluarën dhe të tashmen. Kështu që të gjitha aktivitetet që i bëjmë në bashkëpunim, edhe nuk kemi ndonjë dallim të themi bashkëpunojmë me një shkollë, ose bashkëpunojmë me një universitet, ose bashkëpunojmë me një iniciativë, pa marrë parasysh. Po, thirrja është publike. Shumicën e rasteve neve u ofrohemi shkollave, universitete, po ka dhe shumë raste kur bëhet edhe kundërta. Para një muaji ose një muaj diçka, kishim iniciativë nga 2 shkollat e mesme në Shkup, që të mbahet një organizim, një debat në lidhje me atë se çka ofron Europe House, çka ofron Unioni Evropian. Kishim përfaqësues nga delegacioni, kishim përfaqësues nga Europe House, kishim profesoresha nga shkollat e mesme dhe është interesante se aq shumë ka tema për të shtjelluar. Në momentin kur hapet një debat, cilen tema të ndryshme dhe sinqerisht krenohem me një rini që e kemi, të cilët zakonisht nuk i hezitojnë momentit për të marrë ndonjë iniciativë ose për të hapë ndonjë temë e cila deri dje ka qenë të temi tabu. Sinqerisht kam një feedback pozitiv nga të rinjtë. Zotri Valon, na tregoni pak edhe për aktivitetet e shumta që organizojnë. Deri më tani përmendëm disa të themi nga më kryesoret, mirë po të flasim po ashtu që është Europe House një fole mbrojtëse për të rinjt, ku të gjithë mund të gjejnë edhe vetveten dhe mund të inkurajohen më shumë, në të frymëzohen në drejtime të ndryshme që sjell edhe ky të themi institucion me një fjalë. Cilat janë aktivitetet e fundit që mund t'i potencojmë dhe ato më të afërmat në të ardhmen? Aktivitete kemi çdo ditë. Vetëm vitin e kaluar,
sipas analizave që kishim, doli se kemi organizuar 999 evente në gjitha 7 Europahouses, që i bie dikun 3 evente në ditë. Shumica e eventeve janë evente me iniciativë të brendshme nga Europahouse, mirë po kemi edhe princip të punës ku nëse ka ndonjë organizatës, iniciativë ose i ri cili ka marrë ndonjë iniciativë ose don të publikohet të bën ndonjë event, i kemi hapësira të hapura. Zakonisht nëpërmjet faqes tonë vetëm bëhet një kërkesë. Nëse ajo që don të organizon këtu përputhet me vlerat e Europahouse-it të cilat janë për të rinjt, gjithsesi se i përmbajmë. Duke i marrë parasysh gjitha këto bashkëpunime që kemi pas vitin e kaluar, doli se kemi organizuar 999 evente. Personalisht jam krenar se jo ndihsodet jo shumë institucione ose projekte ose organizata kanë kapacitet që të organizojnë një numër kaq të madh të eventeve. Sa i përket eventeve për momentin, siç e kemi duke luajtur Electionville, kemi disa aktivitete në lidhje me inteligjencën artificiale. Kemi një seri aktivitetes të cilat organizohen nëpër Europahouses, ku hapen debate të ndryshme, duke marrë parasysh se jemi duke jetuar në epokën e teknologjisë, risive, kështu me radhë, po është patjetërsueshme edukimi në aspekt inteligjencës artificiale. Gjithashtu kemi edhe shumë evente në lidhje me media literacy, e cila mirret konkretisht me edukimin e masës në lidhje me lajmet e rrime, me atë që dezinformacioneve kështu me radhë. Jo më larg se shkurti, kishim një kampanjë në lidhje me përdorimin e aplikacioneve të cilat kanë të bëjnë me dating apps, ku përveç aspektit gazmor dhe shënimit të ditës së të dashuruarve, morëm iniciativë që të japim një farë lloj edukimi ku i të rinjve u shpalosën faktin që kur përdorin aplikacione për dating të ruhen. Zakonisht ka shumë aplikacione të cilat marrin informata të cilat mund të kesh përdoren. Të qartësojmë nuk jemi kundër përdorimit të aplikacioneve, mirë po momenti i edukimit ishte që duhet të hapësh dy sytë para se të përdorish çfarëdo aplikacione, sidomos online. Domethënë ajo ishte një prej aktiviteteve. Tani për momentin jemi në përgatitje sipër për muajin maj. Zakonisht muaji i maj tani është muaji i angazhimeve më të mëdha, pasi që e kemi ditën e Evropës, Europe Day, edhe gjithçka që bëhet të eventet më të mëdha bëhen gjatë muajit maj. Jeni gati me para përgatitjet? Po, jemi në fazën e zhvillimit të asaj që do e bëjmë. Nuk do të jap informata tani për momentin, mirë po shpresoj që ka fillimi i muajit të maj veç më do merrni informata. Zakonisht gjatë muajit të maj, edhe pse në maj është dita e Evropës, neve mundohemi që gjatë tërë muajit të ketë aktivitete të ndryshme. Ajo që mund të shpalos për momentin e se do të kemi evente në të gjitha Europahouses ku kemi qendrat tona edhe do të jenë të hapura për publikun, mirë po do jala kohës të shpalosin. Dhe për fund, zotri Valon, dua që të dëgjoj edhe një mesazh që i drejtoheni të gjithë të rinjve, të cilët duan edhe të aplikojnë aktivitetet e shumta që keni po ashtu në shtëpinë e Evropës, mirë po edhe për të gjithë ata që ndoshta nuk gjejnë frymëzimin e duhur, motivimin e duhur për të vazhduar ndonjë ide që kanë, cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi im kryesor është paktën ta përcjellin Europahouse me aktivitetet. Një gjë që është interesant se shumica e të rinjve që vinë këtu, nga vetë fakti që angazhohen në ndonjë debat, u linden ideja për bërë ndonjë event. Kështu që momenti i njoftimit me ekipin, njoftimit me të rinjtë të tjerë të cilat kanë iniciative kështu me radhë, zakonisht ndezin ideja të reja.
do i kisha inkurajuar të gjithë të rinj, sidomos të rinj të cilët nuk janë, zakonisht në Shkup ka aktivitetet të ndryshme, po me lokalitetet jashtë kryeqytetit zakonisht ka evente më pak. I kisha inkurajuar të angazhohen më tepër, të na përcjellin. Dyert janë të hapura në secilin Europe House anë mban shtetit, kështu që nëse ka ndonjë iniciativë, ose nëse ka ndonjë ide për projekt, procedura është shumë e thjeshtë. Në webfaqen e Europe House kemi një hapësirë ku me një klikim të hapet aplikacioni, zakonisht bën kërkesën edhe pas 24 orëve zakonisht merr një përgjigje. Hapësirat i japim falas, mbështetjen e kanë në aspekt teknik, profesionale kështu me radhë. Krejt çka duhet bëjnë të rritës vetëm të marrin një iniciativë, të përshtatet me atë që e bëjmë ne si Europe House dhe mbështetjen do ta gjejmë gjithsesi. Të rritësh një brez të vetëdijshëm është sfidë, por të krijosh një brez që merr pjesë aktivisht, kjo është sukses. Electionville na mëson se demokracia nuk është vetëm ide, është veprim. Dhe të rinjt, kur u jepet hapësira, bëhen udhëheqës të bindshëm, bashkëpunues të sinqertë dhe zgjidhës të zgjuar.